Kina është kundërpërgjigjur ndaj Amerikës me 50% tarifa shtesë, çka shkon te 34%, ndërkohë që Trump ka shkuar tek 104%. Kemi luftë tregtare. Në takimin me Komitetin Republikan për fundraiser, presidenti Trump tha, unë e di se çfarë dreqin po bëj, por dhe ju e dini sepse keni votuar për mua. Ndërkohë që Wall Street Journal ka botuar një shkrim që një grup i financuar nga miliarderi Charles Koch dhe nga aktivisti Leonard Leo do të nisë një padi gjyqësore në gjykat për të ndaluar tarifat e vendosura nga presidenti. Një tjetër tronditje me tarifa do të jetë në 3 maj, kur të ketë tarifa që do të vendosen edhe për pjesët që vinë nga jashtë në prodhimin e makinave amerikane këtu. Presidenti vazhdon me atë që Amerika është dhunuar dhe është rrjepur nga të huajt me vendosjen e tarifave ndaj nesh. Problemi është që asnjë nuk po e kundërshton me përjashtim të Elon Musk, i cili është përfshirë një betejë me këshilltarin kryesor Peter Navarro, një person kontroversal, duke i quajtur njeri me të meta mendore që nuk ka vlerë më shumë se një thes me tulla. Madje të nesmen ai tha që më falni tullat që i ofendova. Navarro e sulmoi Muskun që ti nuk je prodhues makinash, ti je montues makinash, sepse ty pjesët e makinave të vinë nga jashtë dhe ti monton diku në Texas. Kjo ka ngritur nervat Muskut dhe ai. Ndërkohë Ben Shapiro dhe Joe Rogan që e kanë mbështetur dikur Trump, kanë dalë kundër tij. Edhe në Kongres duket se kanë filluar disa kundërshtim ndaj zotit Trump. Edhe në Senat, në fjalimin ai që mbajti djetë komiteti kombëtar, unë kam dhënë fokus të vi disa pjesë dhe të jap, presidenti Trump ishte euforik, duke thënë që po luten, janë me qindra lider shtetesh që kërkojnë të bëjnë deal me ne, pas këtij sulmi të madh që ai po realizon. A ka drejt presidenti Trump me tarifat? Ndaj Amerikës është abuzuar që nga viti 1975 Amerika ka një deficit tregtar të madh, ka shkuar 1.1 trilion dollar. Pra subvencionon ekonomitë e huaja. 2 vendet që kanë suficitin më të madh tregtar janë Kina 800 miliard, Gjermania 250 miliard. Amerika ka deficit tregtar me Meksikën 170 miliard, me Kanadan 50 deri në 70, me BE-n 200-250 dhe me Kinën te 300 miliard dollar. Kanë vendosur që të vendos tarifa, por formula e përdorur nga zoti Trump është tejet me e madhe, e pa argumentuar, dhe kjo del blof me vende si Vietnami, Lesotho, me ishullin e pinguinëve apo me një ishull ku ka vetëm ushtarak amerikan. Kërkon të trysnoj që të vinë për të ribër dile marrëveshje nga e para. Qëllimi i tij kryesor është të sulmoj Kinën, por Kina është rritur shumë. Rreziku i Kinës është ky. Ka pasur një lloj frenimi, vjedhja e madhe intelektuale nga Kina është skajore. Ka pasur disa urdhra që të mos prodhohen produkte fake amerikane, me njëherë mbas tarifave, siç thuhet, sekretari i parë i Partisë Komuniste, presidenti kinez, ka urdhëruar mbusheni tregun me produkte amerikane fake, falso. Dhe në qoftë se një produkt amerikan kushton $1, shitini kudo në botë me 5 cent. Luftë. Kjo është luftë tregtare. Ndërkohë, Wall Street Journal, New York Post, Fox News, Newsmax janë kundër tarifave. Nuk është çasti që të vendosesh në tarifa. Trumpi i drejtohet Amerikës përpara vitit 1900 që ka qenë Amerika më e fortë. Në fakt, shumica amerikanë në atë kohë kanë qenë varfër. Sot nuk janë, është ekonomia më e madhe, vendi më i pasur. Por që do të vinte një ditë që kësaj të jepej fund, do vinte. Do duhej presidenti Trump, i cili
pëlqen tjetë me fjalorin e tij bombastik, madje është shfaqur me flok të argjenta në daljen e tij të fundit, i kushton rreth 2 orë në ditë rregullimi i flokëve dhe tanning që e përdorën fytyrë ka një smundje lëkure. Dhe ishte mos përfillës, përbuzës, ofendues, eforik dhe pas një kundërshtar. Europa do dorëzohet, nuk ka se si. Çdo qeveri europiane me tarifat, në qoftë se ata do të kundërpërgjigjen, me tarifat e vendet dosura nga Trump si me Kinën, do të largohen nga qeveria gjerman, Macron, këdo. Është e thjeshtë. Trump nuk besoj se nuk e kupton, por thotë që po vinë çdo ditë $2 miliard nga tarifat. Zotëri, $2 miliard po shkojnë në thesar të shtetit, po nuk janë paguar nga të huajt, paguhen nga importuesi amerikan, që çmimin do ta kalojë tek konsumatori amerikan. Pra është një taks e shtuar mbi konsumatorin. Në qoftë se një Audi do të shtohet 25%, diferencën e paguan blersi. Në qoftë se blersi nuk ble, nuk vjen produkti nga Gjermania këtu, dëmtohet thesari që nuk merr $2 miliard në ditë, por dëmtohet ekonomia gjermane, sepse pronari i Audit nuk do të paguaj dot çekun e javës për punëtorët e tij, të cilët kishin gjetur Amerikën duke shitur këtu, pafund. Ndërkohë që Amerikës i ndalohet shes produktet e mishit, mish, pula, ushqimore, sepse janë me OMG dhe nuk kalojnë normat e Bashkimit Evropian, por tregu është i hapur, fute në treg dhe thuaj që këto janë me OMG dhe lërja blerësit vendos. Edhe ato që ka afruar Europa me temit 0-0, Trumpi se ka pranuar, jo, duhet pagoni një fi mujore që unë mbroj. Dhe ka drejt. Ajo që tha Rubio që duhet 5% për GDP-n është këmbana e madhe e alarmit që tregon që ai e ka seriozisht edhe largimin nga NATO. A do ta realizoj? Varet, sepse Bolton më ka thënë që Trump është impulsiv, nis diçka e lën mes rrugës. Trump ka pasur një takim edhe me drejtuesit ekzekutiv të naftës, të qymyrgurit, duke rihapur disa miniera qymyri, duke thënë që ne këtu në Amerikë kemi çdo gjë, nuk ka pse të jemi të varur. Me këto vendosje tarifash, një shtet që është shumë i favorizuar është Alaska për gazin likuid dhe kanë filluar marrëveshjet nga vende të ndryshme. Në lindje me emigrantët pa letra janë shumë, por vjet kanë paguar $99 miliard taksa, sepse ju jepet një numër pune pa pasur dokumenta, dhe ata paguajnë për sigurimet shoqërore, për sigurimet shëndetësore. Pra IRS, përgjegjëse për të ardhurët e brendshme të Amerikës, ku secili bën taksa çdo vit, i ka dorëzuar emigracionin listën e emigrantëve pa letra që kanë paguar këto $99 miliard. Në shenjë proteste, drejtoria në detyrë e IRS-it ka dhënë dorëheqjen. Nga ana tjetër ka pasur një fitore zoti Trump nga Gjykata Supreme lidhur me deportimin e terroristëve, siç e quajnë ai, në El Salvador, edhe pse dikush është çuar në mënyrë të gabuar dhe nuk po rikthehet në Amerikë, edhe pse një gjyqtar ka marrë këtë vendim. Ka një fitore tjetër nga Gjykata Supreme, nga 2 padi për pushimet masive të atyre që quheshin stazhier, Gjykata Supreme i ka dhënë drejt. Ndërkohë, Trump vazhdon me sjelljet narcisiste, ka thënë që do të kryej një paradë madhe në Washington, rreth $80 milion, për nder të 79 vjetorit, ditëlindja e tij është në 14 qershor, që përkon edhe me ditën e flamurit, Flag Day në Amerikë. Shtëpia e Bardhë ka kundërshtuar, por Trump e ka pasur këtë dëshirë me kohë. Me gjithë këto përplasje, nuk po gjendet gjua e përbashkët në Kongres me Senatin për të kaluar ligjin e ri të buxhetit. Trump kërkon beautiful bill,
me ullje drastike 4.5 trilion dolar taksa për shtresën e pasur, në Kongres një grup 10-15 vet janë kundra disa politikave tjera fiskale që janë kundërshtim me ultrakonservatorët amerikanë. Pra, për ta portretizuar dhe njerë, ç'ndodh me tarifat dhe pse mund krijohet kjo që quhet lufta tregtare. Janë rreth 200 vende në botë. Në qoftë se dorisht bësh marrëveshje me çdo vend, merr shumë kohë. Dhe siç tha Open Gay, sekretari thesarit Besant, do të vazhdoj kjo punë deri nga qershori. Ndërkohë që stoku i Wall Streetit ka psuar goditjet mëdha, po jo kam thënë që vetëm 8% e amerikanëve kontrollojnë 80% të aksioneve, më shumë goditjet klasa e pasur, por edhe shtresa e varfër, shumica e amerikanëve që punojnë kanë atë që quhet 401k, fondet në aksione për pensionet. Trumpi synon duke bërë këtë trusni të madhe, investitorët të largohen nga kompanitë private dhe të blejnë bonot e thesarit, duke blerë nëse shikon në këtë drejtim. Kina kontrollon 759 miliard dolar bono thesari. Mund të rriqet në çdo kohë. Kina ka shumë power cards tek amerikanët. Dhe Trump ka drejt kur thonë që ne kemi ndërtuar një përbindësh dhe Kina këtë rreth 300 miliard dolar në vit merr nga Amerika dhe i përdor për të fuqizuar ushtrinë e saj. Në disa lojra në kompjuter, në lojra ushtarake, Kina fiton me Amerikën. Kjo është e frikshme dhe e tmerrshme. Leadershipi kinez është më i arsimuar, më i zoti se kabineti zotit Trump. Fakt. Për 10 vjet, Kina mund bëhet ekonomia numër 1 në botë. Pra, një shtet që drejtohet nga një parti komuniste, që ka futur ekonominë e tregut kapitalist, po duket më e suksesshme, po është në kurriz punëtorit kinez, fshatarit kinez, që punojnë si sklever për të prodhuar këto produkte të lira që kanë bërë që amerikanët, por dhe kudo në botë jetojnë më mirë. A u çmend zoti Trump? A i luhet i mend që kërkon një fund të madh, apo po marshon drejt malit ku janë 4 kokat e presidentëve më të mëdhenj. Natyrisht që ai kërkon çmimin Nobel në Ukrainë, paqen në Rusinë, haptas kanë mbështetur Netanyahu, sepse kjo ngjet gjithmonë, kush do të jetë president është me Izraelin. Por Izraeli, nga shumica e botës intelektuale, akuzohet si shtet terrorist kriminal që kryen gjenocid. Fakt. Idetë që do spastrohet Gaza ishin butaforike, propagandistike, pa bazë, pa themel. Nuk më gjetë kur që Amerika të marrë Gaza. Por që Netanyahu e merr, kjo ndodh. Por pa patur një zgjidhje, ajo që quhet 2 shtete, ai vend nuk do të ketë kur paqe. Në lidhje me Iranin është kërkuar një takim në Arabinë Saudite, përfaqësues është personi që quhet si Karagjoz, Witkoff, i përzgjedhur nga Trump për bisedimet me Putin, gafe e madhe, u pa dhe asgjë nuk ndodhi. Janë dhënë 2 opsione Iranit, o prano, ose do të sulmoj ushtarakisht. Fuqia ushtarake amerikane dhe Izraelit shkatron bazat, bombardon portet, rrëzon qeverinë, është fakt. Ndërkohë një alarm tjetër është që raketët që po përdoren ndaj Hutis në Yemen, nga që janë zbrazur magazinat, duke ndihmuar pa kufi, pa sens Ukrainën, janë marrë nga ato raketa që ishin menduar për zonën e oqeanit rreth Kinës, çka e bën më të dobët Amerikën atje. Një tjetër problem, janë larguar 10.000 trupa amerikane në kufirin e Polonisë, të cilët u afruan kur filloi kriza e Ukrainës, do të dërgohen vende të tjera. A mund të largojnë amerikanët nga baza në Kosovë? Kjo dhe mund të ndodhë. Fat që janë forcat e NATO-s të Turqisë që nuk largohen kur.
Përpara disa kohësh, Don Junior, djali i llastuar mediokër i zotit Trump, ishte në Serbi. Mbajti një qëndrim pro Vučić, pro Serbisë, tregoi ignorancën e vet. Intervistoi Vučić. Ky person ka intervistuar sekretarin e shtetit Rubio, sikur ka dashur të thotë që nëse dua unë je, nëse nuk dua unë nuk ke ministër ose sekretar shteti. Në fakt, Don Junior ishte personi që e largoi Rubion nga posti i zëvendës presidentit, duke vendosur J.D. Vance për ta parë si një qenë kafshues artopalant sharës të përdorur tërësisht nga zoti Trump. Rubio nuk do ta pranonte kur këtë rol, por në intervistën me Donald Junior, të cilën në Focus TV do ta jap të gjithën, Rubio nuk është në lartësinë e kandidatit dikushëm kundër Trump, po thjesht portretizohet si yes man, duke thënë çdo gjë po për bosin e tij Trump, nuk ka se si të ndodhë ndryshe. Ambasadori Bolton, i përhershëm Focus, ka bërë një krahasim midis një presidenti si George Bush dhe një presidenti si Trump. George Bush mësoi gjatë ditëve që ishte në Shtëpinë e Bardhë. Dinte të zgjidhte krizat. Trump jo. Bolton i ka punuar që me Bushin e madh, për cilin ka respekt sepse ai vinte me një përvojë në politikën e jashtme dhe në biznes, por përfundimisht ai humbi zgjedhjet sepse nuk mbajti një premtim. Read my lips, tha, no more taxes, rriti taksat. Trump këtë radhë nuk garon përsëri. Në mandatën e parë frenoi se donte të ishte dy herësh president. Tani nuk e frenon asgjë. Nuk ka asnjë kundërshtar, nuk ka general, nuk ka kabinet fort. Do të shkojë deri në fund. Në qoftë se fiton me këtë logjik, sepse në fillimisht u tha që është thjesht tarifa, nuk është negociata. Tani nga presioni që ka luftë madhe dhe brenda Shtëpisë së Bardhë, nga telefonatat e shumë dhe nga media e djathtë, ai ka filluar që mund të bëjmë bisede. Pra mesazhi ka filluar të ndryshojë. Nga tarifat nuk tërhiqet. Kërkon të hyjë në histori si president i madh. Në qoftë se kthehemi me kohën e krizës madhe, Herbert Hoover ishte skandaloz dhe dështoi sepse tarifat janë vendosur mbasi ra stoku 29-ën, 30-ën dhe erdhi recesioni i madh. Sipas kompjuterëve, mundësitë për recesionin janë 60%. Ish sekretari i tregtisë Burr thotë që Trump luan sa më i madh rreziku, aq më e madhe mundësia fitores. Në qoftë se fiton, është për mirën e perëndimit, shkatron Kinën, e largon nga Rusia. Në qoftë se dështon, do të goditet ekonomia, do të kalohet në recesion, mbase më keq se në vitin 2008. Ekonomia në sipërmarrjen e lirë kapitalizmin, në fakt kapitalizmi është termi i Marksit, nuk është i këtyre, shkon gjithmonë në cikle krizesh. Dhe Amerika është në këto ujëra. Nuk është se e solli Trump, në muajt e fundit ekonomia kishte filluar të stabilizohej, por problemi është ky. Çfarë mund të bësh që të shkatrosh këtë superfuqi të vetme Amerikën? Mund të bësh krahasime me prandorin romake, me Bizantin. Imagjino, unë jam gazetari juaj, thjesht shqiptar amerikan, që kam komunikuar dhe komunikoj me dëshirë free, ta dini. Nuk jam as i shitur as i plerë. Për të kam dinjitet, do të jem gjithmonë. Ta zem, unë jam një armik që duhet shkatroj këtë vend. E para, ky vend nuk duhet të ketë kufi. Të hyet dal kush doj. Me Bidenin kjo ishte në zenit, por ka 40 vjet që ndodh, nuk ka ngelur qenë e madh se parë, kriminal. Hetues prokuror shqiptar gjëja me azil. 12 milion emigrant pa ligjshëm nga Biden. Pa vetin, pa i parnavin, shrianç, dhe jo vetëm që krijojnë krime, por përfitojnë nga sistemi i mirëqenies sociale amerikane. Vetëm refugjatët nga Meksika, të paligjshëm, duke përfituar
nga welfare amerikan çojnë 60 miliard dollar në vit në Meksik. Si edhe në Shqipëri. Jo kaq shumë. Tjetra, duhet shkatruar ekonomia e këtij vendi. Si? Printo dollar pa kufi. Merru ha dhe shtoje borxhin pa limit. Si që bën? 8 trilion dollar. Nuk dihet, vazhdojnë borxhet se Tito dikur, nuk ka rëndësi kush i paguan. Tjetra, të shkatrosh unitetin e një kombi. Pra, e majta radikale thot që asgjë në historinë e këtij kombit madh nuk është e drejtë. Nuk ka rëndësi aftësia e dikujt, por pigmenti ilkurës, qasja amorale e pa shpjegueshme me homoseksual, me gay, me transgender, dhe shkatro godit historinë e themeluesmit të këtij vendi. Këtu po shkonte Amerika me të majtën. Ndaj e majta ka arritur të ketë një ndikim të madh dhe perandoria, superfuqia ka marrë një goditje shumë të madhe dhe e ka bërë vetë. Por ndaj Trump erdhi dhe u votua masivisht. Trump ka probleme. Personalisht e them s'ka qenë kurrë djathtë. Bankomatit majtës s'ka qenë. Por flet me gjuhën e amerikanit thjesht që vuan çdo ditë dhe punon me drejës dhe me dinjitet. Sidomos të amerikanët protestant, të krishterë, amerikanët e bardhë, të cilët ishin në përkëmbur me zyrat e DI, me transgender, me wokizmin. Dhe Trump ka mbarë një peshë madhe mbi vete dhe mendon që mund të jetë shpëtimtare. Ai thotë jam i dërguar nga Zoti, Zoti më shpëtoi. Tani këto dihen qëndrimet Trump nuk janë të reja, por historia është një provë të madhe. Unë kam vite, kam ardhur që në 93. Një president i madh ka qenë Bill Clinton. Se pati një speaker kongresi, Newt Gingrich, republikan, i cili ishte për taksa të ulta, zvogëlim të administratës, kurse Clintoni pikërisht për të ulur shpenzimet dhe e çoi 0-0. Nuk kanë më të majtë një president të madh si Bill Clinton. Ta lëm për rolin historik që ka me Kosovën, mirënjohje pafund. Ndaj u prodhua nga krau tjetër Donald Trump. Donald Trump nuk ngjason me asnjë president të djathtë që unë e njoh, që e kam jetuar. Është me shekuj larg Bushit, tri e Bushit vjetër. Nuk ngjason absolutisht me Reagan. Reagan ishte armik i tarifave, eloquent, modest, i thjesht. Trump është arrogant. Trump përfaqëson klasën e miliarderëve, ka shitur veten si biznesmen të suksesshëm, nuk ka qenë, ka falimentuar 6 herë. Jati ka lënë $400 milion, sikur ti kishte futur në stok do kishte më shumë se çka sot. Por është mjeshtër i komunikimit masiv. Edhe pse miliarder, ai ditë flas për amerikanin e thjesht. E duan maga deri në adhurim, e urren e majta nuk do t'ja di. Ai kërkon madje duke provokuar sa më shumë ta urren nga e majta, aq më shumë ngrihet lart. Ideja që mund na dëmtoj me Kosovën, e kam thënë disa herë, nuk besoj, nuk na dëmtoj dot mandatin e parë, dhe pse ka Dick Grenell, Kushner, janë lidhur me Vučić, por fati ynë i matur që do të merret me Ukrainën, me Gazën, dhe nuk besoj se do të na. Për vend të vogël si Shqipëria, natyrisht është menduar që fitoria e Trumpit është fitoria e djathtës, do të ndihmojë djathtën shqiptare. Uroj me shpirt që të mos na zgënjej. Fryma është për të mbështetur djathtën, por Trump kërcen. Trump mbështet Erdogan, mbështet Orban, mbështet Putin, pra diktatorën e Kores. Është për një lloj stili autoritar.
dhe nuk do në t'ja di se kush vjen në Ballkan në pushtet. Edhe pse ideja që njerëzit e tij kanë dalë për të mbështetur djathtën qëndron. Na mbetet presim. Ky vend është aleati ynë më i madh strategjik. Nuk ka rëndësi majtas së djathtës. Edhe unë personalisht në këtë rast do doja të ishim të gjithë bashkë me këtë vend, mos priseshim kur. Ekzistojmë për tyre dhe kemi mbrojtje për tyre. Ai 10% i tarifave vendosura është në mënyrë abuzive, nuk është se Shqipëria eksporton në një sasi të madhe. Në qoftë se do të isha unë kryeministri i Shqipërisë, do të telefonoja në qoftë se ai pranon të telefonatën time, se Merama nuk e di e pranon apo jo, të hiqte tarifat. Shqipëria të mos vendos tarifa ndaj Amerikës. Për të dhënë një shenjë që kështu ndihmohet aleati i madh kur ka një luftë të madhe. Pastaj me bisedime do të ishin reciproke. Do thoni ju që çfarë shet Shqipëria këtu, ka bimet medicinale, por ai malli më i madh është malli njerëzor. Janë me mira shqiptarë që kanë ardhur këtu. Kontribuojnë në ekonominë amerikane, por dërgojnë miliona në shtëpitë e tyre. Zgjuarësia e një qeverie, që unë besoj të Berisha duhet ta bëjë, është që thithja e fondeve të emigrantëve shqiptarë amerikanëve që janë me miliarda, me lehtësira financiare, duke na konsideruar, po themi, investitor amerikan, po themi, diku këtu zero tarifa për çdo gjë dhe për të ndihmuar. Kjo do të ishte lëvizje e zgjuar. Ideja që luajnë në fushatat elektorale me BE-n, nuk jam i sigurt se do të vazhdoj BE-ja apo jo, kështu siç është. Me këto sulme që bën Trump. Sepse problemi është ky. Në këtë situatë politike çfarë do gafash do i zoti Trump, dhe sikur dështoi, unë nuk shikoj president demokrat edhe për 8 vite të tjera. Amerika do të drejtohet nga republikanët. Trendi është dhe në Senat, stoku do të arrimar veten dhe Trump, unë besoj se vazhdon të ketë për trysni në gjithë këtë presion të madh. Qëllimi kryesor është me kim, qoftë arrin, i bekuar qoftë.